Jam shumë I interesuar më shumë të ndëgjoni dhe më pak të nduartrokitni, sepse është një rast I veçantë për të vënë përgjigje të hapur nëpërmjet jush dhe mediave, sepse ne bëm këtë marrëveshje e cila është marrëveshje strategjike që ka qëllime më të mëdha se qëllimet politike, se është marrëveshje që gjen mbështetje në nderin, në shpirtin, në mendjen e çdo shqiptari dhe çdo turku, jo vetëm në Gostivarë në Vrapçisht, po shumë më tepër në Ballkan dhe më gjerë. Është një marrëveshje e cila është dashur të bëhet shumë më herët, sepse trashëgimia jone e përbashkët, miqësia jone e përbashkët, për kraje pa rezervë që shteti dhe populli vëlla turk ja ka dhënë popullit shqiptar që nga koha e shpërbërjes së Perendorisë Osmane e kanë kërku një bashkëpunim të kësaj natyre. Jo rastësisht së fundi ju ndëgjoni deklarata shumë pozitive dhe shumë afirmative nga lideri modern turk dhe musliman Zoti Tayyip Erdogan për misinë e madhe shqiptarë turke, apo jo, ta përshëndesni me një duartrokitje të madhe. Dëshiroj të manifestoj bindjen tim të plot se bashkëpunimi I njerëzive korrekt dhe të ndershëm, të sojt doktorit, vetimit që bëjnë pak fjalë, që takojnë rallë, mirë po që nuk I harrojnë premtimet dhe besën që japin njëri tjetrit, dhe që plotësojnë obligimet e përbashkëta në përpikri, që marrëveshjet I bëjnë publike dhe nuk I bëjnë tinzare, si I bëjnë të tjerët, që premtojnë dhe marrin obligime në nivel të kapaciteteve që mund t'i realizojnë. Kjo marrëveshje është një marrëveshje që do kontribon në ngritjen e fuqishme politike të rilinjës demokratike kombëtare, të Partisë Demokratike Turke dhe të një vëllazërie politike dhe vizionare shqiptare turke, e cila do të ketë dobi konkrete në të mirën e të dy popujve dhe të qytetarëve të Gostivarit, Vrapçishtit, Pollogut dhe më gjerë. Dëshiroj të konfirmoj se bashkëpunimi që u fillu në komunën e Gostivarit, siç përmendi doktori, ishte një bashkëpunim korrekt, nuk u shoqëru me asnjë mosmarrveshje, me asnjë pengesë, dhe ky bashkëpunim duhej të rezulton në një bashkëpunim më të avancuar. Unë si person I sfidave, si person që kam ditë të marr vendime largpamse, duke mbajt riskje, të cilët riskje kam qenë I bindur edhe sot si dikur se janë shumë të vogla nga dobitë, pranova kërkesën e mikut tim doktor Qenanit, që në komunën e Vrapçishtit të kemi një kandidat që I takon Partisë Demokratike Turke, që I takon popullit turk që është në pakicë, dhe në këtë mënyrë të dëshmojmë praktikisht se ne shqiptarët jemi tolerant, se ne dim çka do thotë të qenurit pakicë dhe të argumentojmë se pakica dhe shumica janë terme relative. Ato dëshmohen dhe argumentohen me punë, me vepra, në dobi të qytetarëve që I përfaqësojnë. Pikërisht këtu është vlera e veçantë, e madhe e këtij bashkëpunimi I cili dita ditës merr përkraje të fuqishme, jo vetëm në këto dy komuna, po edhe më gjerë. Dëshiroj t'u argumentoj se ka edhe argumente shtesë, sepse unë me kambulje mbrova këtë qëndrim në kryesinë qendrore të RDK-s, e cila duke pas besim të plotë I dha vizën këtij bashkëpunimi.
Să pare, ki bashkëpunim do të i kalon një problem të madh që unë si kryetari Gosivarit e kam pas 4 vitet e kaluara me blokadat permanente, problemet e shumta dhe abuzimet e shumta që i bënte qeveria e Maqedonisë me insistim kamgullës të një personi që gjej ishte ministër dhe sot është kandidat për kryetar në Gostivar, një personi i cili tanë kohën binte qeverinë e Maqedonisë që të damtoj interesin e Gostivarit dhe të 100.000 qytetarëve. Ky koalicion është një mundësi dhe një mekanizëm që nëpërmjet Partisë Demokratike Turke dhe garantit Zotit Qena Nasipi që këto probleme që ne i kishim në Gostivar tash e duhet të mos i kemi as në Gostivar dhe as në Vrapçisht. Unë nuk bëj pjesë në grupin e njerëzve dhe politikanëve që i bëjnë marrëveshjet ditën dhe i mshehi natën. Ne këtë marrëveshje e bëm publike sepse është marrëveshje legjitime, ndërsa ato që sot kritikojnë dhe shpifin për gjoja tradhti të interesave shqiptare në këtë komunë, dëshiroj ju t'i krahasoni këto shpifje me këto konstatime. Pa ato të njëjtit kanë bashkëpunim shumë të ngushtë me partinë maqedonase aktualisht në pushtet, kishin deri që me partinë tjetër. Kanë lidh bashkëpunim me partinë e torbeshve, me partitë e romëve dhe me të gjitha partitë tjera, dhe është drejtë e tyre për t'i bërë këto bashkëpunime. Ato lutën doktor Qenanin që të bëjnë një bashkëpunim të kësaj natyre, por me një tendencë që të damtojnë interesin e RDK-s të kësaj elite të mirëfillt politike dhe intelektuale. Ato janë përfaqësues politik që në Bruxelles, që është kryeqyteti i Europës, dërgun një Maqedonas t'i përfaqëson, sepse të shmun se nuk pas kanë shqiptarët me mbi 500.000, me më tepër universitete, një intelektual dhe një diplomat të mirëfillt. Ato janë partia që kanë degët e veta dhe nën degët e veta në vendbanime të pastra maqedonase. Po kjo është politika e tyre, ne nuk miremi me ato, po unë a jap këto si argumente që të bëni krahasim ndërmjet këtij bashkëpunimi që është publik, korrekt dhe një bashkëpunimi tinzar që bëhet nga të tjerët dhe për të dalë dhe për të mashtruar popullin më pas me gjoja, fazi, patriotizmin dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Interesi kombëtar i shqiptarëve, i turqëve, po edhe i maqedonëve dhe të tjerëve, sot është interesi ekonomik, është interesi zhvillimor, është hapja e vendeve të punës, është përmirësimi i jetës së qytetarëve. Komunat nuk janë vende ku bëhen politika të mëdha. Komunat janë vende ku keni kompetenca konkrete, probleme konkrete dhe ku ju duhet të dëshmojeni se keni kapacitete, aftësi, vizion dhe programe që t'i zgjidhni problemet e njerëzve. Unë jam i bindur edhe nga përvoja ime personale si kryetari Gostivarit dhe 3 vite si nën kryetar i asociacionit të komunave të Turqisë në nivel botror, se ka interes shumë serios nga Turqia, vendi me zhvillimin ekonomik më të madh në botë, që të jetë prezent në Ballkan, që t'i ndihmon të gjithë popujt e Ballkanit pa dallim gjuhe, feje dhe kulture, dhe në veçanti pse jo që t'i ndihmon muslimanët e Ballkanit, shqiptarët, turqit dhe të tjerët. Pa ato kërkojnë partneritete serioze dhe pikërisht tu qëndron dështimi i kryetarit të deritashëm të komunës së Vrapçishtit në mandatin që e lëm pas dhe të 2 kryetarëve në 8 vitet e kaluara. Unë besoj se ne do arrijmë së bashku që këtë zonë ekonomike në këtë komunë, në komunën e Gostivarit, t'i bëjmë realitete në mandatin që kemi para nesh dhe në fund të mandateve të vim dhe të japim llogari për të bëme tona. Jam i bindur se ky bashkëpunim
do thënë një tabu të vjetër dhe një paragjikim të vjetër se shqiptarët mund të bashkëpunojnë me maqedonët, se turqit mund të bashkëpunojnë me maqedonët, po shqiptarët dhe turqit nuk mund të bashkëpunojnë. Është pikërisht e kundërta që ne sot dëshmojmë, apo jo? Në veçanti miqët tonë nga Partia Demokratike Turke sonte dhe në ditët në vim do binden se një jeti RDK-s për të përkrahur kandidatin e përbashkët është një jeti pastër, ai do ketë bekimin e popullit dhe të Zotit, dhe se ne do punojmë me entuziazmin e jetë si negocilar dhe në vrapshisht që të dalim fitues në të di komunat. Dhe mendoj se kjo prezencë juaj serioze e njerëzive që janë 95% të komunës së Vrapshishtit argumenton se ne kemi një marrëveshje korekte të cilës do t'i qëndrojmë pas. Unë apeloj të antarët e Rilindjes Demokratike Kombëtare që votat që do t'i japin për listën e RDK-s, të njëjtat vota, bile dhe më shumë, t'i japin kandidatit ton të përbashkët për kryetar komune, që të argumentojmë se ne që jemi rjeshtu në programin e Rilindjes Kombëtare, që ka pas figurat më të dalluara, Ismail Qemalin, Sami Frashërin, Abdil Frashërin, autorin e himnit të shtetit turk dhe të tjerve, të gjithë këto figura emblematike arritën të bëjnë kariera politike në kohën e perandorisë osmane, sepse perandoria osmane u njohi meritat, u dha për kraje dhe sot e kësaj dite i llogarit si qytetar të nderuar të Republikës së Turqisë dhe Republikës së Shqipërisë. Apo jo? Që të gjithë ne ta marrim këtë punë me seriozitetin më të madh, të bëjmë maksimumin dhe të bindim miqët tonë të bingjeve tjera politike, se ky bashkëpunim është bashkëpunim bujar, fisnik, ka para vetes qëllime më të larta, nuk është bashkëpunim karriere, nuk është bashkëpunim për të ndruar një kryetar me një kryetar tjetër. Do jetë bashkëpunim i suksesit vetëm nëse ne përkrajmë fuqishëm me fitoren e radhës dhe me fitore të tjera që do jenë projekte konkrete që do peshojnë më shumë miliona euro në dobi të banorëve të Vrapshishtit, Negotinës, Dobridollit, Gradecit, Toplicës dhe fshatit tjetër Sanakosit. Faleminderit shumë që më dëgjoni. Urime fitoria.